ata që nuk i falin vaktet, e këshilloj gjithë secilin që t'ja nis me i fal namazin. Këshilla më e madhe që dikush mundet me ta dhënë, është kur thotë nis jam u fal. Nuk ka këshill më të madhe. Përveç një këshilla më e madhe, ai që s'ka besim, me i thonë beso për Zot Zotit, se pa besim s'ka xhenet. Ama alhamdulillah përderisa keni ardhur në xhami, ke me kuptu se keni besim. Atëherë duhet të këshilla dytë me dalë. Ibadeti më i vlefshëm, më i vlefshëm, ibadeti më i rrezikshëm lani atij që është kandidat potencial e mundshme personit që s'fal namaz me shku në xhehenem. Allah i na ruajt. Prandaj të dashur vëllezër, merrni këtë këshill ju, këshilloni familjarët e juaj për çdo problem të dunjas dhe të ahiretit. Namazi është shërim, namazi është qetësi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa herë ju kanë ngushtu punët o që u fal. Sa herë ka pas një mërzi o që u fal. I kanë pyet ja Rasulullah, pse po çosh po falesh kur po ki të lashe? Tha, Allahu xhalleshanu më ka bën qetësi edhe bebës të syrit tem, qetësi të shpirtit, namazin. Prandaj këshilla që u ka dhënë sahabëve në mënyrë indirekte, ju ka thënë sahabëve, i ka thënë Bilalit, o Bilal, çu thirrë i kametin na qetësa me namaz, na rahato me namaz. Nuk e ka bërë anën, sikur se dikush prej neve thot, ndodhë që na thot, o gjëtë qohë me të falmi, t'ja hekim gajlen. Namazi nuk bëhet me ai galen ta kryj ma shpejt, se aman, sikur se një punë që du ta kryj ma shpejt se po më rri gajle, ta heki gajlen, të rahatohem pi saj. Na nuk falmi për mu rahatu pi namazit, na falmi për mu rahatu në namaz, mu qetësu në namaz, nuk ka veç me abaranën.